Imagjinoni të jeni duke vështruar yjet në qetësinë e natës dhe pa pritur të shihni një dritë verbuese që çan qiellin dhe lëkund tokën në këmbët tuaja. Nathan mendoi se sapo kishte parë rënien e një meteoriti që do t'i ndryshonte jetën, por ajo që gjeti të groposur mes pishave të larta nuk ishte një gur hapësinor. Një kërkim pasditeje për meteorit u shndrua në një zbulim të huaj për Nathanin, i cili u largua nga shtegu i rrahur në një pyll të dendur. Ai kishte qenë duke kërkuar për diçka. Pas disa kërkimeve, ai duket se rastisi mbi të mes pishave të larta një objekt gjigant me formë të çuditshme, pjesërisht i varrosur nën mbeturina. Kurioziteti e mposhti atë ndërsa i afrohej. Megjithatë, ndërsa ekspertët mbërritën për të ekzaminuar gjetjen e Nathanit, intriga e tyre fillestare u kthye në mosbesim pasi e hapën atë. Por para se të fillojmë, shtypni butonin like dhe sigurohuni të bëni subscribe nëse nuk e keni bërë dhe goditni atë zilën e njotimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Nathani e kishte dashur gjithmonë natyrën. Kështu që kur ai po vështronte yjet dhe pak të yll rënës jashtëzakonisht të ndritshëm duke përshkuar qiejt, ai u mahnit kur e pa atë të zbriste dhe të bashkohej me tokën. Ai e pa atë të fluturonte tej pemëve dhe mundi të ndjente tokën të dridhej pas goditjes. Mendja e tij vraponte me mundësitë se çfarë mund të ishte. Megjithatë, asnjë prej tyre nuk mund ta kishte përgatitur atë për atë që do të gjente vërtet. Nathani e kuptoi se nuk mund të guxonte të hynte në pyll në mes të natës, pavarësisht se sa shumë dëshironte të shihte se çfarë kishte rënë nga qiejt. Mund të shkoj të kërkoj në mëngjes, mërmëriti ai me vete. Kështu që, në vend që të nisej për të gjetur burimin e goditjes, ai hyri brenda tendës së tij dhe fiku dritën. Mezi priste të nesërmen. Ai u zgjua bashkë me natyrën, me dritën që hynte në tendën e tij. Ndërsa bota rreth tij filloi të zgjohej, ai mund të dëgjonte cicërimat e zogjve dhe kafshë më të mëdha që lëviznin rrotull. Megjithatë, të gjitha dukeshin se largoheshin me vrap ndërsa ai hapte zinxhirin e tendës, duke prishur qetësinë e gjithçkaje. Kjo nuk e shqetësonte atë, megjithatë, pasi ai do ta gjente meteoritin sot. Nathani ende nuk e kishte idenë se mund të ishte diçka krejtësisht ndryshe. Pasi të shmontoi tendën, ai filloi shpejt të paketonte çantën e tij, pasi nuk e dinte se sa e gjatë do të ishte rruga. Ai kishte frikë se nëse nuk e merrte tendën me ete, do t'i duhej të kthehej dhe të bënte të gjithë ecjen përsëri të nesërmen. Ai hodhi çantën e shpinës mbi shue, e mbërtheu to para dhe u nis, duke ndjekur shënimin mendor që kishte bërë natën e kaluar se ku duhet të shkonte. Ai u përpoq të qëndronte në shteg sa më shumë që mundej, por nuk dukej se kishte një gjurmë aktive për të ndjekur atje ku ai donte të shkonte. Ai madje u përpoq të gjente një në hartën që kishte marrë me vete, por dukej se shkuari në atë shteg do të merrte një ditë me vete. Duket se duhet të presë rrugën mes për mes, mërmëriti Nathani me vete ndërsa shikonte hartën dhe busullën e tij. Ai duhet të dilte nga shtegu i rrahur, megjithse do të ishte e pamatur për çdo fillestar apo person tipik, ai kishte qenë në këto pyje qindra ose mbase mijëra herë, dhe për shkak të kësaj, ai e dinte se dalja nga shtegu nuk do të ishte problem fare. Me diellin lart në qiell dhe busullën në dorë, ai e dinte se nuk mund të humbte rrugën, ose të paktën ashtu besonte. Ai e dinte se ku duhet të shkonte, duke shënuar se sa larg do të shkonte në çdo drejtim dhe shënuar pika të caktuara referimi në hartën e tij. Ai kishte vizatuar një rreth të madh ku objekti që kishte rënë në orbit mund të kishte zbritur, dhe filloi të afrohej gjithnjë e më shumë. Jam pothuajse atje, mërmëriti Nathani me vete, ndërsa shtyllte me njan disa degë të një peme. Ai vërtet e besonte atë që kishte thënë, por tani filloi të ndihet nervoz pasi nuk mund të gjente krater. A e lexova gabim distancën? A e kam llogaritur gabim se sa kam ecur? Pyeti Nathani veten ndërsa qëndronte i palëvizshëm duke shikuar hartën dhe pikën ku mendonte se ishte. Ai nuk mund të gabonte për këtë. Nathani dinte se duhet të stabilizonte frymëmarrjen e tij, pasi paniku nuk ka ndihmuar askand. Nëse ishte gabuar për distancën, ai sigurisht nuk ishte gabuar sa i përket drejtimit që kishte marrë. Ai do t'i besonte verbërisht busullës së tij çdo herë, pasi ajo e kishte shpëtuar disa herë nga humbja e rrugës. Duke kaluar përmes lëshimit të fundit të degëve të rrëzuara, Nathani ndaloi në buzë të një lëndine. Shikimi i tij u mbërtheu mbi krater, i fshehur nga fernat e egra dhe shkurrët e liva. Ashtu si afrohej, bimësia e dendur dukej kuriozitesht e paprektur, duke përshpëritur tregime për një kohë më të vjetër dhe të harruar sesa për plagën e freskët që ai kishte pritur. Nathani ul në buzë të kraterit, duke larguar dhënë gratë dhe rrënjët e ngërthëluara. Shkurrët e dendura mbulonin e orën dhe lëvorja e trunjve të rrethuar mbanin shenja që dukeshin shumë më të vjetra se një natë vetme. Prova ishte e qartë.
Krateri nuk ishte formuar nga ylli rënës që ai kishte parë të përshkuante qiellin një natë më parë. Këto pimë kanë qëndruar këtu prej moshash, mërmëritja ime vete, duke bashkuar pjesët e enigmës. Rrënjët e ngërtheluara dhe i shestur flisnin për kohë, jo për shkatërim të papritur. Eksitimi i tij u zbe, i zëvendësuar nga realizimi i ftohtë se ai kishte ndjekur gjurmën e gabuar. Frustrimi i Nathanit u shfaq në fytyrën e tij ndërsa hodhi një vështrim të fundit mbi kraterin mashtrues. Me një lëvizje të vendosur të kokës, Nathani e la pas kraterin mashtrues dhe shtyu mëtej në pyll. Pas ca kohësh, ai vuri re një shteg të dobët që kalonte përmes pemëve. Ishte i ngushtë dhe ishte e lehtë të humbej, por ishte aty. Nathani e krahasoi atë me hartën e tij dhe ndjeu t'i kthehej një shkëndij shprese. Duke ndjekur shtegun drejt veri perëndimit, ai mbajti busullën në dorë dhe vëmendjen e fiksuar në terrenin përpara. Ai hapi hapat me kujdes mbi trungjet e rënë, duke ekzaminuar shkatrimin rreth tij. Trungje masive qëndronin të shpërndara për tokë sikur të ishin hedhur mënjan nga një forcë e madhe. Përtej pemëve të thyera, Nathani më në fund pa një krater tjetër. Ndryshe nga i pari, ky vend duke i tronditur rishtasi. Në qendër të kraterit qëndronte një objekt i huaj metalik që ngjamte me një turbinë gjigante. "Çfarë në botë është kjo?" mërmëriti ai. "Kjo është padyshim e krijuar nga dora e njeriut, por nga ku?" Nathani nxori telefonin e tij dhe e hapi, duke shpresuar të bënte një foto dhe t'ia dërgonte dikujt që mund t'i njihte simbolet. Por ekrani tregoi vetëm një mesazh: "Nuk ka shërbim. Duhet të njoftoj dikë për këtë", tha ai qetësisht. Pas një momenti hezitimi ai u kthye nga objekti dhe shikoi drejt një kodre aty pranë që ngrihej mbi pemët. Nëse mund të arrijë në një terren më të lartë, ai mund të jetë në gjendje të kapë sinjal. I vendosur, Nathani filloi të ngjitej në shpat, duke kontrolluar telefonin e tij her pas here ndërsa ecte. Çdo pak minuta, ai ngrinte telefonin, duke kontrolluar ekranin me padurim në rritje. Nathani ndoqi hapat e tij mbrapsht paksa, duke skanuar si shtegun ashtu edhe telefonin në dorën e tij. "Hajde, vetëm pak sinjal", mërmëriti ai. Pastaj i papritur, dy vija ndriçuan në ekran. Zemra i kërceu. Pa humbur asnjë sekond, ai formoi numrin e urgjencës. 911, "Cila është urgjenca juaj?" pyeti dispeçerja. Nathani shpjegoi shpejt atë që kishte zbuluar, një objekt të huaj metalik që qëndronte brenda një krateri të sapo formuar thellë në pyll. "Nuk jam i sigurt se çfarë është, por duket e rëndësishme", tha ai, duke u përpjekur ta mbante zërin e qëndrueshëm. Dispeçerja kërkoi vendodhjen e tij dhe Nathani e hapi aplikacionin e tij GPS, duke lexuar me kujdes koordinatat. Ai pastaj përshkroi zonën rrethuese, pemët e thyera, kraterin dhe strukturën e pazakontë si turbinë që qëndronte në qendër të tij. Dispeçerja i regjistroi me kujdes detajet para se të përgjigjej qetësisht. "Ndihma është në rrugë." Instruksioni i radhës ishte i qartë: "Qëndro aty ku je. Ne do të dërgojmë ekipet e shpëtimit në lokacionin tënd." "Do të qëndroj pikërisht këtu", u përgjigja ai. Ai e kuptoi se lëvizja tani mund të ndërlikonte gjërat. Opsioni më i sigurt ishte të priste saktësisht aty ku ishte. Pas ca kohësh, zhurma e largët e motorëve prishi heshtjen e pyllit. Në fillim të shtegut, Nathani u përshëndet nga një grup oficerish policie dhe roje shparku. Shprehjet e tyre tregonin kuriozitet dhe shqetësim. "Jam i gëzuar që jeni këtu", tha Nathani ndërsa bëri përpara. Ai shpjegoi shpejt situatën dhe i drejtoi ata drejt shtegut që çonte në krater. Ekipi dëgjoi me kujdes ndërsa mblidhnin pajisjet e tyre. Me Nathanin që i udhëhiqte, grupi lëvizi përgjatë rrugës që ai kishte marrë më herët. Kur mbërritën në zonën pranë kraterit, oficerët udhëzuan Nathanin të qëndronte mbrapsht derisa ata t'u afroheshin për ta inspektuar. Brenda pak minutash, zona u sigurua. Shiriti i verë të sigurisë u shtri në rreth kraterit, ndërsa oficerët filluan të ngrinin një perimetër. Pastaj, papritur, qetësia u thye. Një shpërthim i fortë shpërtheu nga drejtimi i objektit misterioz. Shpërthimi bëri jehon në përpyll, duke dërguar një re tymi në ajër. Në buzës së kraterit, njëri nga oficerët ishte hedhur në tokë nga shpërthimi dhe ishte qartësisht i plagosur. "Mbajini të gjithë mbrapsht derisa të dimë me çfarë po kemi të bëjmë", urdhëroi Deltoni, skanoi zonën me kujdes të shtuar. Rreth atyre ekipi vazhdoi sigurimin e vendit. Pavarësisht tensionit në ajër, prezenca e qetë e Nathanit ndihmoi në stabilizimin e burrit të plagosur. Ndërsa situata po stabilizohej ngadalë, përmendja e simboleve të pazakontë u përhap shpejt mes ekipeve. Ndërsa mbrëmja po binte në përpyll, specialistët shtesë mbritën në vend. Njëri nga specialistët shpejt u afrua nga objekti dhe studioi shenjat e gënditura në sipërfaqen e tij. Pas një momenti, ai foli me besim.
Këto janë shkronja ruse, shpjegoi ai, duke treguar alfabetin Kiril. Zbulimi e ndryshoi modimin menjëherë. Njëri nga inxhinierët u ul më afër dhe ekzaminoi strukturën me kujdes. "Është një satelit", tha ai më në fund, "nga era e luftës së ftohtë. Objekti i huaj që kishte rënë në pyll nuk ishte fare as jashtërsor, por një pjesë e harruar e historisë që kthehej në tokë." Daltoni mblodhi ekipin dhe konsideroi zbulimin. "Një satelit i luftës së ftohtë që zbret këtu nxjerr shumë pyetje", tha ai me ndihmshuar. "Nëse ishte përdorur për mbikëqyrje apo që thjesht ishte humbur në orbit kohë më herët, sateliti përfaqësonte një relik nga një periudhë më të tensionuar të historisë moderne." Nathani e shikoi skenën me mahnitje. Objekti që qëndronte në krater dikur kishte rrotulluar lart mbi planet gjatë një ere të caktuar nga rivaliteti dhe konkurenca teknologjike. Pasi situata u stabilizua, Daltoni u afrua Nathanit. "Ti dhe oficeri i plagosur duhet të shkoni për kontroll në spital", tha ai. Derisa Nathani mbriti në spital, lajmi i zbulimit kishte filluar të përhapej nëpër qytet. Emri i Nathanit shfaq shpejt në raportet e lajmeve lokale si personi që zbuloi satelitin e rënë. Objekti vet u transportua me kujdes në një muze aty pranë, ku do të ruhej dhe do të ekspozohet. Disa ditë më vonë, Nathani vizitoi muzeun për ta shikur vet. Familje dhe vizitorë u mblodhën rreth ekspozitës, duke studiuar satelitin që dikur kishte udhëtuar në hapësirë. Aventura e papritur e tij kishte zbuluar një pjesë të harruar të historisë dhe kishte frymëzuar të tjerët të shikojnë pyllin me një sens të ri kurioziteti. Ngonjëherë, mendoi ai, zbulimet më të mëdha fillojnë me asgjë më shumë se një shëtitje të thjeshtë në pyll. Çfarë mendoni ju? A janë të fshehura sekrete të tjera të luftës së ftohtë në pyllet tona? Na shkruani mendimin tuaj në komente.